Pra, po ashtu si që kemi raportuar qysh në mëngjes për problemet që energjisë elektrike që edhe kanë shkaktuar, pra, si pas KQZ-s, në 6 qendra të votimit ka pasur ndërprerje të elektrike. Jemi duke parë momentin kur presidenti Vjosa Osmani po hedh në kutinë e votimit votën e saj për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Qëtësi e lodëm. Ma shte ma zodëm, ma shte e. Ma shte e qone. Kolek. Lërdat lodëm. Pra, presidenti vendit Vjosa Osmani sa po përfundoi procesin e votimit në qendrën votuese në fakultetin teknik bashkë me bashkëshorten e saj, ajo tani si që e Dorendi tani do t'i drejtohet përfaqësuesve të media, përfaqësues të mediave të shumta që janë në pritje të një deklarate të presidentës Osmani. Mira, aqui, aqui o microfone. Ponia, veç pjesë shina shknisë. A jeni gati gjithë? Ja, i sekond. Dhe që lu, ka më so atrani mos të gëngojnë në kampionë. Votuar 2.27% e votuesve të regjistruar. Pra mbi 156 qytetar me të drejtë vote kanë votuar deri në orën 11. Po, bash ma poshtë. Ankesë të një qytetari, ai është ankuar për nënën e tij, e cila, siç ka thënë ai, nuk di shkrim e lexim, e të cilës i është pamundësuar votimi. Kemi presidentën. A mund të filloj? Atëherë përshëndetje për të gjithë. Uroj që sot Republika jonë të ketë zgjedhje të qeta, zgjedhje të rregullta, zgjedhje demokratike. Uroj po ashtu që të kemi zgjedhje me